Përshëndetje. Faleminderit shumë që në studio. Faleminderit. Lutem edhe sa të bën mundje të lumtur që njerëzit e kanë vrejt këtë pozitivitetin tënd, domethënë, e ka pas ndoshta një rreth i ngushtë joti, tash këtë Kosova dhe jo vetëm. E shojnë këtë pozitivitet dhe e të vlerësojnë, Qaja u konë një prej arsyeve më të mëdha që kom pas shef me kom pjesë e këtij formati. Se për një me kur je ma larg kamerave, televizionave kështu, tani ma atletik i mu paragjiku nëse nuk ngjojnë si person edhe më nësh mju duk krejt ndryshe, nashta ma men e madhe kështu. Edhe që ata ku më thonë është mënyra ma e mirë që me kalzu vetën për një me që jam nëse jam 24 orë në kamera. Që kushtreme në qëtë format t'ilë vështirë me të regu pozitivitetin, asë e lypet diçka tjetër. Ti sot dhe që tjetë arritë të shkosh shumë largë, vetëm me këtë pozitivitetin tënë dhe ndoshta qasja që e bënd të shumë interesant tëndën, krahas këtij bërtimave dhe dinamikave, kushtrimi ka arrit me dalë pa me një pozitivitet shumë të madhë. Për ty sa ka qenë e vështirë brenda? Krahas asaj që kemi pa na, Veç për faktin që unë jem konë 100% qysh jam për një me edhe jashtë, veç për qatë arsye nuk u konë shumë e vështirë për me kallëzu veten ta më qyshe. Tash sa jep hapësira për një lojtar si unë aty mrena, nashta për mu shfaq ma shumë, ajo është temë tjetër. Amo në sen që më ka bu mu një mirë se jam konë mrena që krejt banorët e kanë vrejt qatë energji teme dhe qatë pozitivitet, edhe në momentin kur e harreshin lojen, gjithë janor dhe unë edhe kranajt, dhe se e kanë di që veç me mu... Qarë unë e pash për 17 shkort kur hine me këdu brenda, se cili u gëzu ma shumë se tjetri, që erë të kushtrimit, dhe me thonë nuk ishtë asë një loj hatënbeti, asë një loj nati, për ditët sa kështë e gjëdruti brenda në shpe. Po vërse që e mësë shumë t'i e krenar me vetën këtë pikë? Për 100%, po, vedhe për faktin që nuk i kom ronë qafë kërkujna aty mrena, edhe që e kom përmendë mo që se kom shqit shpirtin për loj, edhe që u vlerësu që a i sen shumë prej banorve, edhe në momentin që jem dollë jashtë e kom po që u vlerësu edhe prej publikës, jam më se i lumë të. Okej, po këthemi pak prapa në kohë, në qëfar momentit tjetës ishte kur të bë ftesa për Big? Qa ishe duke vën atë periudhë, sa ishe okej, sa ishte 100% gati me pranu si ftes? Po, ftesa mu më ka ardhë nëse nuk a bëj u konë mas sezonës të verës. Okej. Masi kom kry darsmat edhe në ato ajinjët që jem konë pjesëmarë si këngëtar. U ardhë momentin, me thonë, më të mirin për faktin që për një me dësha me nejsha me shku me naj ven, për shambull veç vet, me nejt një muj, 2, adin me këshyrë me testu veten, so po muj me nejt largë njerëzve që... Këtë i ki pas pa kamera, po për që del me kamera... Po, që del me kamera sa ka marrë menja. Edhe, po, dhe më thonë nuk konë fix në qatë ko, edhe normalisht që kur jeni një këngëtar që muzika për ty është gjithë shka, normalisht që ki qef për hotër qasoj dashnije, me bu so ma shumë, që me gjovë so ma shumë njerëz edhe me apo hojrin qasojna që e bën. Kështu që jenë lidhë krejt që të muhabete. Asni me dyshe se kishe kushtrim, nuk e ti për izolimin, për kamerat, për 24 orë, mbyllur, gjithë shka e transmituar live, njerëz që mundet e pas ngjyra ndryshme, karaktere që mundet me smetu përgjishë, dhe me thonë, asë një nuk të pengoj që, okej, t'jep është një po. Para se me hi, kom thonë që veç deri në momentin që të msheli që atë dera dhe ti mrena, dhe me thonë, kom ja bo skip jetës për jashtë, edhe kom munu me harru, a mu si shkona dhe bashkë ashtu. Dhe nëse dhe isha si ti mrena, mu se kom probleme. Që është doli, kur hireve? A doli ma bukër, a doli ma interesant, a doli ma fështir, a doli ma stresuse? Si doli? Mu ka do kë shumë e ronë, për të kalëzaj, janë konë 2-3 dit e para, edhe në që ato 2-3 dit, janë isa me menu që po du me dollë për jashtë se nuk po moj me najtë e kështu. Amo tani nuk e di që ka ndodhe, mas që aty një 2-3 ditve të fështira, për me një herë u këthy edhe Janisa, do me thonë të e shiju të e për shumë edhe hisha në thonë të refimi, i thësha është një problem, thësha pidu kejtë banorët. Qa të thëshin, a ishin okej ata që ti me i dash gjithë banorët, atë produksionin këtë rast, a sta kishin interes që një banor brenda Bigut me pas mirë me të gjithë? Se pak shumë dinamika ke pas, nësi e dalë në prime dë njerë, e dalë për disa mos marveshje që ke pas, ose në momentit kër e ke qkuptu pas një se dalë të bërtit, edhe kur ke qenë nominim nuk është vrejt që ke qenë nominim, ma ke qenë i njejti. Për atë pjesë nuk e di sa u ku në interesin
E produksionit, po, amo unë po foli për veti që momentin që i pështesha çdo nominimi që jam konë, thësha, okej, po më knoq ky për faktin që njerëz të jashtë po dojnë me pa një banor si unë e mrena. Edhe për që ata po mëne jam një mirë, do më thonë përveç asoj pjesës tash sa kom pas situata, ose sa jam dalë, ose sa jam shfaq edhe në për rrjetet sociale ajo është tjetër tim. Po për mu kon okej, për mu kon nice. Shiko, publiku ndahet në shumë pjesë. Ka njerëz për atyre që e gjejnë veten te kushtrimi që nuk vërtet. Sepse tek e fundit e dim shumë mirë që është një eksperiment social. Kemi njerëz që nuk flasin shumë, që janë shumë pozitiv, kemi shumë që përtasin kështu që shtëpisë, por besoj që në moment duhur i është dashur edhe dikush si kushtrimi, sepse shumë nominime të forta ju ke përballu, domethënë ju ke shpëtu. Kjo besoj përgjigjja jote më e mirë ka qenë kjo. Po, qëre, për faktin që është një reality show, unë e kom marrë në qatë kontekst që është nashta mas mirë të me konë sa ma original, edhe sa ma vetvetja, kështu që unë e kom pa raste që aty janë sforcu situata, do me thonë out of nowhere, kështu lidhje pa lidhje, veç të bëjnë një situatë, unë s'jam qasi tipi, as nuk kisha me kona aty mrena, as nuk jam jashtë, për ndryshe nëse e konsideroj që është një situatë për më folje, ose nëse më bjanë qovë dikush, normalisht që di mas mirë të me mbrojt veten, amo jo me kriju diçka për i kur gjëhiqit, edhe sidomos nëse krijaj diçka për i kur gjëhiqit, ka me ku një moment i mirë, jo pa tjetër. Jo me dalë prej vetës dhe me qenë diçka pa tjetër negative. Unë jam shumë kurios me edit, për gjithë banorët, për ty në këtë rast që jenë studio, sa është e vështirë me edit kënë po e donë publiku kur je brenda? Do më thonë, a nu hasni simpatit publiku, a nu hasni se kush mund të ecë përpara, kush mund shkojnë në finale, kush do të dalë këtë javë? Sa është e vështirë me i bo këto matematika? A i ke boti? Kur jem mrena, sot do që është e vështirë edhe është e pamundshme me marrë çfarë do lloj informacioni prej jashtë. Nuk e di një dron, po, okej, një komunikim me opinionista, çka ndikon? Po, normalisht, e vrejmë prej opinionistave, e vrejmë prej banorëve të ri që hinë, e vrejmë nëse hen naj outsider, naj këngëtar, naj dikush për shembull veç për pak minuta ose për pak ora të mrena, edhe mundesh me vrejt pak a shumë me kënë peko vajbe, ose kujt për shkon më angat. Fix, po. Janë sene që vrejen, amo të e ditë që je 24 orë aty, edhe normalisht se cilë do të me posë parasysh që aty ndrën për shtypja mrena minutit, mrena sekundit, aty ndodhë gjithë shka për 24 orë, dhe me 300 situata ndodhin, edhe normalisht i kur s'mën është me konë komët, me thonë një ola se mu më dëk dje që ke shumë i pëlqym, ati ke mujtë mas një ore me konë personi ma i urrym për shumë për jashtë anaj sen. Kështu që kjo send bënë mës me besu shumë edhe që aty në që i shë ose i ndjenë. Ti shumë pak janë ku sa ke qenë brenda në Big Brother, nuk janë ku për gjomë, nuk janë ku për ushqim, dhe me thonë, je konë në regull me gjitha. Si më duket e ke bo një kompromis me vende se e ke ditë kur po herë, dhe këto për çka kom mu anku në, s'kom nevoj më anku se e kom ditë ku jam ardhë. Prej dalim për tjerëve që bëshin shumë zhurmë, si për gjumë, si për ushqim. A ke qenë dakord me krejt këto? Bilet kom dëgju në një moment, ke qenë kuzhin, nuk e di me Klodin a lëndrimin, dhe ke thonë që unë asë jashtë nuk ha ma mirë, dhe jashtë bo 3-4 mazdite, ha buk për erë farë. Dhe me thonë, ke qenë shumë i sinqert me publikun, se qysh është rutina jote edhe jashtë. A ke pas në një penges në ato ditë? Jo, u konë një sen që para se mi hiu thejsha dhe në shpen, kuf një diçka që nuk kom e më interesua e pjesë, ose s'kom u anku kur, kom e kom pjesë a ushimit. Për faktin që për një me une edhe jashtë nuk jam marakli ushimit, nuk kam ushim preferum, e ha buken vetë so me... Me jetu mës me dek. Po, so me e gajle, edhe për që ata, dhe më donë kur nuk jam anku, i kena pos të natë mirat atë mrena, edhe normalisht veç nëse nuk e dasht hetë se për ndryshe ke mujtë më ushy shumë mirë. Qa ke marrë nga kjo eksperiencë kushtërëm? Nëse kom menu që do me thonë kur gjinda në disa në menaj mes të caktum të njerëzve për shambull kur jam jashtë, edhe është shumë ma e letë integrimi kur je jashtë, me një shoqni ose diçka, e kom po që aty mrena është shumë e vështirë, veç për faktin që se cilë e na hi për një qëllim edhe në fund ditës jena kundërshtarë se cilë.
Edhe që kjo u konë këgja e vështirë, po apet ja kom arrit me konë shoku i krejtëve aty mrena. Për ndryshe e kom testu vetën e që ato limitet e durimit. Unë njëna si person kështu që kom durim, amo nashta deri në qatë pikë nuk kom ka po kërkosh se kom pasën e vetën. Kështu që po jam i lumtur me vetën me qka kom zbulu kështu nga vetja aty sa kom najtë për 80 ditë. Edhe e konje nga emra që ka pru mas shumë të pozitivitet, mas shumë të me këndimin e ti. Të ka njohë një këzrushëm i njerëzve jashtë, por pas bikut tash të njohin gjithë. Je bërë shumë viral në shumë momente kur ke kënduar, madje unë e mbaj mend shumë mirë, gjatë kohë sa keni qenë brenda në Big Brother, ka vdekur dhe këngëtari Shpat Kasapi. Dhe ti ke zgjedhur që në atë periudhë me i këndu disa këngë ti, që pastaj je bërë shumë viral jashtë pikërisht me disa prej këngëve të Shpatit. Kur dole, si e more këtë lajmë, ose si e pëmë, ose atë se çfarë kishte ndodhur jashtë? Kur jam dal, e kom po që disa prej njerëzve kishin menu që na e kena pas informacion mrena, disa kishin thonë dhe me këpse nuk për ju kalëzën e kështu. Për ndryshe, për Shpatin, edhe pse jam rrit me kongët e ti, edhe do vonë ja di shumicën e kongëve, edhe dikur ma vonë e kena pas një afërsi u konë me një nejtë emën, edhe tani në karohat mu po edhe një arsër që kena nejtë shumë bashkë kështu, amo veç e kom pas një energji shumë të mirë edhe kena pas shëshnit për bashkë. Për ndryshe, kur del jashtë i merë 100 informacione për me një herë, edhe nuk din ka mu koncentru ma për para, për ndryshe normalisht që u konë lojme maj keq që e kom një në momentin që jem dalë prej shpis, edhe e shfrytëzoj rastin gjithë familjes Shpatit, shoqënis, kolegëve, mi u shpreh ngushëllime, edhe mos më harru për asnjë moment që e kam pas një djalë shumë të mirë në familje, në shoqëni, edhe një super këngëtar si Shpat Kasapi. Kështu që ngushëllime edhe jam një tepër keq, domethënë s'ka ku shkon më keq. Fjalë shumë bukura kur shtrim. Kur dëgjon kësin e lajme, ose kur dëgjon kësin e gjëra që ndodhin zakonisht, çfarë të shkon mendje më shumë ti, ose a e mendon që duhet të lësh diçka prapa, që të kesh një karrierë në të cilën do të dëgjosh shumë vite, si në këtë rast për shembull Shpati? Okej, se për me jam pak e emocionuar edhe nashta nuk ta kuptova mirë pyetjen, amo sa i përket kësaj pjese, unë tash po folja edhe për qëndrimin sa më konë mrena, e kom paso deri ku mundet me shku një njeri që e ka një andër edhe që e ka një dashni për një punë që e bën. Pyetja ke vetëm në pjesën artistike, po thonë artist lëkun të nda si artist. Edhe aty mrena e kom pasi bised me dikën që për një mena si këngëtar dhe si artista në përgjithësi, shihem nashta si njerëz të ma të lumtur që jetojna mas miri, edhe normalisht kërkush nuk bën me na po me naj gjendje të keqe ose pa disponim, krejt presin me konë shumë të disponushëm. Amo definitivisht besoj që jena njerëz që sakrifikojna mas shumë ti për punën që e bojna dhe për qatë dashnin për artin që e bojna. Do me thonë, tash se cili e ka atë pjesën e vetë se që ka të dënë me arrit për mes asaj, do me thonë, një njeri familjar si unë normalisht që kom qef pikë të parë, familja me konë krenarë dhe për shambull nanën e babën tem mos mi u mungu kur gjohë që së më ka mungu mu kur jam rrit, kështu që une jam gjendje me sakrifiku derin qatë pikë, do me thonë shumë net pa gjëmë, nashta me nejtë ka njëherë edhe me njerës që nuk të shkën edhe bashkë muhabeti, veç pse normalisht duhet me... Kjo sfida me modën të shtasep dhe kur jenë dasëm, pavarësisht problemeve me familje që mund t'i kesh, probleme personale që mund t'i kesh, kur je aty duhet t'jesh shumë disponim. Normalisht, dhe thaj që kjo ndështë është pika ma e fështirë edhe ma jo ferë për një këngëtar, sepse duhet t'jesh gjithmonë në verzionin tënd më të mirë. Për ty sa është sfiduse, sepse pavarësisht që je shumë i rinë mosh, a e ndjen këtë përgjithësi? Normalisht që po. A ka pas në një rast specifik, në base kur s'ke qenë momentin tënd më të mirë, por si do që t'jetje dasht me...
Tash nuk e di edhe nuk më kujtohet, ama sigurisht që po, normalisht na jena njerëz gjallë dhe na ndodhin scene dhe situata gjatë jetës, ama një diçka që do të mu vlerësu shumë të një artist është që kjo që çka do që të ndodh e ka punën e vetë shumë të shajtë edhe do më thonë harën për qatë moment kur është të performu gjithçka tjetër. Që ku të përmbush më shumë ti muzika ty? Në gjithë shka. S'po mëj me ta jep një përgjigje me thonë për qëta, për ndryshe zdi, unë jem rrit me muzikë, unë jetoj me muzikë të në kohën, edhe është një diçka që më përmbush mas shumë, dhe më thonë, në qëfar dëlloj disponimi, është muzika që aja që të përmbush mas shumë. A ka qenë gjithmonë muzika dhe rrugdalja jote kur ke qenë keq ndoshta një fazë me shëndetin emocional? Dhe ka qenë ndoshta që ta ka kap dorën, nuk e di sepse çdo artist më duket që e ka një lidhje pak më emocionale me muzikën. Gjithë të kanë, po ata që performojnë dhe që shkruajnë, nuk e di, e kanë më të thellë. Fiks. Une për faktin që do me thonë prej që i kom pas 3-4 vjetë që jam njëftushtë me muzikën ma ofër, unë s'kom bo kur as pun tjetër, as kur gjithmonë, gjithë shka që më ka rrethu mu kon muzika, tani si në shkollë, si në akademi, do mos kur nuk e kom hup fokusin prej muzikës, për që ata normalisht që kom gjithë ngushlim nëse jem kon keq, ose jam knaq ma shumë kur jem kon i lumëtër, që kjo. Po du me folë për një realitet hidhur, zakonisht këngëtarët që bëjnë famë për shembull nga Big Brother, fillojnë të kenë komunikim me disa prej artistëve, mbas edhe bashkëpunime që para Bigut nuk është që i kanë pasur. Dhe më thënë fama e Big Brother i kthen disa njerëz që nuk ishe menduar që do të bashkëpunosh me ta ose që do të ndash studion me ta. Sa ka pasur prej tyre që t'u ofruan pas Bigut që nuk ka pasur asnjë kontakt para Bigut me ta? A e mirë kupton që t'ofrohen pas famës? Po, definitivisht. Nuk je dikush që i thu jo bre, se s'po du me punu me ty se para Bigut nuk është që je marrë me mu? Jo. S'ke kësi as të mbetje, kësi këndështimi? Jo, se nuk bën me të met hatri prej këti muhabeti, se unë e di kur jem koni ri, mas shumë të mbot këm pas shef, të pak të nëvish një herë me taku një këngëtarës e në diqka, po e di sa është ka një herë e pa mundër me pas një afërsi me kastën e litë të industrisë. Edhe normalisht për që ata dush me konë shumë krenar me vetën nëse vjen me një pikë kur punon fort, edhe ti veç e shë vetën që po gjindash në mesin e tyne. Edhe që ato do me thonë e merë si të mirëqenë. A dhe që kam duket mu jo ferë, se ti e i njëjti talent. Ti e i njëjti kushtre, me të njëjtin za, me të njëjtin talent, po vjen një pikë që bën më shumë famë dhe pastaj të vinë krejt. Që kjo nuk më do këtë ferë, a? Se nuk është që të ka shtu t'i fama talent ma shumë, ose që t'ka po ma të mirë në muzikë. E vërtet, po, ama nashtave që ka jep mundësia me të po në disa dimenzione tjera. Edhe me ofru ma shumë e ta? Normalisht që po. Për ndryshe, unë kom pas kontakt të vazhdueshëm me kolegët e mi këngëtare, kompozitor. Për ndryshe këtë folin mirë për ty, producentat, krejt ata, që punan me ta, kanë shumë fjallë mira për ty. Faleminderit shumë. Sidomos kur të më thëtë vloj producentit pa të mirë. Se përmend, ata. Se më do këpalidhja me përmend. Po, une edhe para se me him Big Brother, kom pas pëmënej shëqnije dhe kontakt të mirë, raportet të mira me kolegët e mi. Kështu që, po, mas daljes Big Brotherit, Qëka të përshtypi, hajde një moment, ose një komunikim, një follow që e ke pas mundësi me pa kur je dalë jashtë që të ka habit diqka? Që nuk është wow, po ti që të kalon përshtypje kur të rep. Sa jem kur mrena, se une kom gu shumë rap kur jem kur majri, nga e halo. Edhe tash grupi që më ka pëlqy mu mas shumë ti, jënë kon Skillsat, edhe reperi që më ka pëlqy mas shumë ti u kon Ledri. Edhe po foli prej 2007, albumi parë e knej, po. Edhe tash 2007 në një kom pas 10 vjetë. Edhe tash ulsheshin do kongë të Skillsave mrena, edhe unë i di, do më thonë prej fillimit në fund, edhe tash e kom pas mua bet me dikani kom thonë, ja pa ta boj Ledri 2-3 herë followers ma ka këti kora. Jam do jashtë ma kësh... Ta ka të
Po, që kjo... Edhe Leonora s'ka guzu me ta bo follow sa e kon mranda se ka thonë për mbështet diçka, po ta bo një follow bazi dolar. E kuptaj, po, për ndryshe, po, me Leonorën, e kom dje energjinë e sajt mirë edhe sa jam ku në mrena, edhe natën që jam dollë, do më thonë veç e kom po që për një me kur je njeri i mirë edhe rezatën edhe pa u po hetë se nas kena pas qasje në LED për shamu dhe asë bi pas kur gjo. Vish me zë ka qenë këtë komunikimi. Kështu që, po, kur jam dollë jashtë, vish ma ka jepshtu një far boostim, një far dashnije, kështë që vjekun shumë i mira, vedene kështu. Edhe po, ka pas në ashtë edhe tjerë, për tash nuk pedim, kanë thirë, më kanë thonë bravo për edukatën, për artistin që e ke kalëzu mrena, do më thonë, ka pas telefonata prej kolegëve. Kushtrim, unë dua di pak, unë përshoj që pavarësisht që je duke marrë me njerëz dhe duke ja u kthy dashurin që ta kanë dhuru brenda, po që ndronë shumë studio, do më thonë, po e bënd pa mundrën që me lancu sa më shumë. Këto ditë e kështë lancu edhe një trailer për projektin tënë 3. Sa po është vështirë tash me pas koncentrimin dhe inspirimin e dur për studio, me njerë mas kësaj dinamike të bigut? është bajag e zërë, sa do që nuk mujnë ashta me të kuptu njerës, po aty sa jem rana, bëhesh kështu konfuz për shumë sene, edhe tani nuk din ka me jamojt, unë e për veti, si këngëtarun e di ku që ndreje kështu, nuk e disha nashta si qëfar lëj këngëtari jem të u po për jashtë, do më thonë, u kur një moment me një prajme, kom post një jakne të lkures, edhe më tha Laudini, tha del në rëka, bedin, qështu, edhe tani ti veç nuk e dim qëshje ka një shfar tip këngëtari për jashtë, edhe tani në momentin që del, edhe normalisht unë e kom punu shumë, edhe para se me hi në be, kom pas këngë të gatshme, po tani normalisht që edhe të ofrohen njerës të kom një... Edhe ndronë pak vajbi, këndë vështrime, se qka po dërme lansu tash... Normalisht që po. Edhe po është bajag e vështirë, po jam të ambientu edhe është të normalizu. Sa mund është me më zbulu pak, nuk e di, a je në kontakt për një bashkëpunim, a do të ketë tash fokus më shumë solo, pas daljes bigut, apo që shë keme ndu tash... Nuk është që... A IP, a nuk e di, që shë keme... Po, sështë që kome nuk... Mrena sa jam kom menu gjithë shka, kur jem dalë jashtë edhe kom po që është realiteti. Të ranë matematikat, a? Po, të ranë, do i kom po që jem bu ma interesant sa që jem konë, edhe... Për që ata nuk është që e kena bu asë si muhabet shumë edhe me menagerin aserin, tash ka mi amojta, po që ndrej ma shumë të bashkëpunimet të kongë solo, për ndryshë një kongë solo del sonte që e kom bu trailerin, tash s'pedi edhe so është ora, po ka mundësi që goti është për lansem. Momentalisht është 18:40, mos e ki për mire 19? Në ora 7 po. Okej, 19, kështë që kejtë në kanalin të nëzyrtar në YouTube, apo? Jo, është kanali i menajmentit, amo e din se e kanë tash në Instagram, besej që u postu story. Okej, a mund është ma këtu pak refrenin e kësaj konge? Sikur gaca jetë ndjek, let vjena volanca me shumë mjek, se kun voga vemone që t'kom frek, e prej zemres muj me t'hek. A është realizu para bigut, a e ki këto ditë? E kom pozit si demo, edhe tani e kom kry masi jem dollë me njerë. Në regull. Kushtërëm, unë e di që shumë emrat bigut po të përmendene për komentet, po të përmendene për intervista, që shë ki raportin me këta, që shë ki raportin me këta. Momentin që përprasëm, unë e di që ke kryu shumë miqë brenda bigut. Po. Ka ke kryu mas shumë ti? Kush është top 3 që njerëzve që me zi popret me pi kafe me ta, me vazhdu shëshnia me ta? Ka shumë, se mire ke pas po thuaj se me gjithë, po me kë pak ma shumë, a kë e veçan? Tash, nashta pytja ma e mirë është me dit me kënë s'ka me nejtë. Hajde, me kënë s'ki me nejtë, hajde. Edhe aja shumë pak e rëndësishme, amo për një me raportet mira kom kriju me 95% atë mrena. Edhe po me njerëzit që me banorë që veç janë dollë jashtë, normalisht me sa kom mujtë jena taku edhe nëse s'kena mujtë mu taku të pak të kena folë edhe normalisht qëndrojnë senet njëjtë që ashtu qysh janë konë për ndryshë raportin matë afer që e kom pas mrena
u konë me Labinat Haxhiun, që do më thonë e kam shumë shok të mirë tash edhe jashtë. Raportin me Sasën që e kom pas të mirë, sa e më konë mrena, kena raport shumë të mirë jashtë. A jeni taku jashtë, kushtrim? Po, jena taku, kena pi kafe, edhe normalisht është energjia e njëjtë. Okej, raporti njëjtë, nuk është që ka lëviz raporti? Jo, qaj raporti shoqëror që me nëze mënejshin me kuptu që ka me konë më ndryshe, ose është më ndryshe anaj sen, për ndryshe ju ka dzej që jena shok. Okej, po përse i mirë kuptan edhe këto pytje, i mirë kuptan edhe njerëzit që janë shumë kuriaz, base shumë njerëzit dhe dëshirojnë disa njerëz të shojnë bashkë pavarësisht që aty nuk ka kimi për ma shumë, ka kimi vish shoqërore, publiku i do për diçka po pësej që e kuptan edhe këtë pjesa që... Fix, po. Në regull. Për ndryshe po, do më thonë kove të fundit e kom pas një energji të mirë dhe një afërsi me motrat so Anitën Auroren. Lëndrimi Klodi, kam shumë avera, kena kalu te për mirë bashkë sa e na konë mrena. Nduke ta ka prish vetëm pak qefin Labinot Regja dhe Bia, nëse s'gaboj? Tek 5% që the 95% dhe ka mirë, këj 5% që tjetër? Jo, që me Bia nuk është që... Po menej, kena full masi jena dollë jashtë masi jem dollë në, sa jo dollë para meje. Për ndryshe kena pas një raport shumë mirë me Bia në mrena, o ku një për njerëzve ma fani aty, nuk e di që shu transmitu për jashtë. Ka pas kështu një humër të gjenzis, u kun me kështu. Penalizimin më të madhe patë që nuk artikulimin shqip që... Po, gjuha edhe kështu, po, për ndryshe jo, s'kom pas na i farë atërmetje me ta. Qështu, me maestrën, po, maestra kur u dollë më ka thirë. Okej. Se di se ka la blak, bre? Okej. Kushtrim, qëka tanë familjarët kur takun për eshtë parë? Atë natë që dole, cila ishte fjale a parë që ta thanë, ose pyti a parë që ta thanë? Kush ishte, kush të priti mas pare? Po, motra e me modha, Agnesa, veç më ka ka për qafë edhe më ka thonë bravo, Trimi. Edhe që kash. Edhe e dite që mirë pas ka qenë. Po, edhe veç jam i mrena, edhe veç... Atin s'mu kanë gjujt me më thonë e qyshe, kështu, dhe më veç më ka thonë bravo, na ke bu krenar, na ke zdrit ftyre, na që kjo u konë... Edhe për që ata, kërë më veçin, au ambientove, atina u normalizu situata, une veç kër jem dollë, kër e kom po që familjen i kam mire dhe jem krenar me mu, me njëherë krejt me presjene, me krejt jenë ronë zero, se unë veç atu sene, po me ne isha sasoj më konë mrena. Po njerëzit ndoshta e kanë më shumë atin që tash je pa kamera, tash i kini telefonofer, ka ndodhë shumë gjëra jashtë që tash i mervesh të gjitha për njëherë, adin njerëzit dojnë me ditë se si qëndronë, se është në bashkë një bum emocionës që të vjen me njerë pas bikut. Fiks, amo që kjo konë, kështu që ma ka hekë si me dorë, adin kër i kom po familjen teme, kom po shokën e ngusht keqen. Se di, adin me njëherë jam ambientu edhe komenu që nashta si jem konë kërë atë mrena. Po shtrim, nëse dikush ka ftes për Big, qa kështë me këshilu? Nëse dikush e ka ndërmend me hynë Big Brother, qa do t'i thoje? Qka me bo, qka mos me bo, nuk e di, me atë sa ke pa ti edhe. Jo vish nga jojote, po dhe banor që i ke pa. Nuk e di, nashta t'inglan shumë klisheje për me konë vetvetja, ama për një me është seni maj mirë për me konë vetvetja, se nëse nuk je merët vesh, nëse jo heret merët vesh ma vonë, kështu që qajo është, do të me konë pa e gjithë fort emocionalisht, se aty mrena ndrojnë krejtë matematikë, qatë dhe që menën për jashtë, ndrojnë aty mrena, po nëse veç e kene qëllimin e fort për me arrit një pik dikon ma larkë që ja keni qitë veti në karjerën e ju, ose njetën e ju, atëre është një mundësi tepër e mirë, kështu që pavarësisht sfidës që është e presionit e krejtve, veç mos harroni kur qëllimin që ka po tani me mri edhe gjithçka letohet. Kujtja dëshiron fitoren të premten? Për kë po bën tifor, nuk e di. Për lëndrimin definitivisht. Për mua jo konë fituesi prej fillimit, jo konë nashta 2-3 ditë e para, kur mua dhe më ka ngucë shumë lëndrimi, edhe e di që i këmë thonë pavarësisht gjithë shkafit, ti e favoriti e mrena. Edhe është shumë problem, dyqysh mi atë qilu prej fillimit, që ashtu me pos një ndjenjë për dikën. Lëndrimi shumë vetvetja shumë pa komplekse, po
nuk ja lejsh e keq as te, do të thonë kur vendos që duhet me kin rol me perika, dhe me ap show, te duhet të japsh një energji shumë të mirë, dhe jo rastisht e thaj që është gjëja më e rëndësishme të qenë vetvetja në një format tilla, sepse ja ku jemi sot, duke u përkra njerëz nga publiku, pikërisht ata që... Tash për shembull veç llogaritë që unë në ashta që ashtu jem kun me raste, a ju kun që ashtu të në kohën. 24 orë. Po, qysh mos me vlerësu një energji tila dhe një lojtor tila dhe një njeri tila që është lëndrimi. Ti dëshiron me fitu aj, po kush mendon që do ta fitoj? Lëndrimi. Lëndrimi, edhe dëshiron edhe mendon. Okej, do të shohim se çfarë do të bëhet premten, unë turoj shumë suksese kushtrim, jam shumë i bindur që nuk do të mungojnë, pavarësisht që shumë i angazhuar gjatë asaj periudhe, e di që edhe shumë punëtor, kështu që po presim projekte të reja nga ti dhe po besoj që kjo verë do të kulmojë me një super hit nga ti. Faleminderit shumë për ftesën, unë iva te për mirë, edhe të kom thonë që mezi kom prit me orë, për ndryshe që atë muhabetin që e pote ma herët të puna e ftesave që ka ndodhë dhe me ty, që tash po m'bjen men, që m'ke virë mas vigut, që t'kom virë mas vigut, nuk t'kom virë para se me ju Big Brother. Po, bra, edhe kështu që faleminderit shumë, unë iva shumë mirë, sukses edhe juve. Regull. Edhe shto.